Të nderuar miq të emisionit Target mirë mbrëma. Jemi në këtë transmetim të drejt për drejt. Sërish do të diskutojmë për zgjedhjet që do të zhvillohen këtë të diel në Maqedoni. Zgjedhjet lokale. Për zgjedhjet do të ketë zgjedhje në 84 komuna të Maqedonisë me 24 mars, pra dielën e ardhshme. Në 18 komuna pretendime kanë edhe partitë politike shqiptare. Në emisionin Target të kaluar, të javës kaluar, kam pasur të ftuar përfaqësues të subjekteve politike, ndërkaq në pjesën e parë të këtij emisioni do të kem analist politik nga Maqedonia, të cilët do të vlerësojnë situatën në Maqedoni dhe gjasat e shqiptarëve që të fitojnë disa prej komunave në zgjedhjet lokale të 24 marsit. Po ashtu ju kujtoj se në kuadër të këtij emisioni, në kuadër të emisionit Target, që jemi drejt për drejt, pjesa do të bëhet ndarë në dy pjesë. Pjesa e dytë e këtij emisioni do t'i dedikohet një interviste me ministrin e arsimit zotri Rami Buja. Fillojmë pa humbur kohë me prezantimin e panelistëve të ftuar në pjesën e parë të emisionit Target. Atëherë me mua sonte në studio është zotri Ismet Ramadani, analist, publicist nga Maqedonia, mirë mbrëma dhe mirësevët. Mirësevjet, mirë mbrëma. Po ashtu kam të ftuar edhe zotrin Aser Zyberi, po ashtu analist, publicist nga Maqedonia, mirë mbrëma dhe faleminderit që gjetët kohën për të qenë pjesë e panelit të Target sonte. Mirë mbrëma dhe faleminderit për ftesën. Atëherë, para se të fillojmë bisedën me ju të nderuar panelistë, unë duhet të realizoj një telefonat me korrespondentin tonë në Tetov, Besnik Iseni, i cili do të na njoftoj për ecurinë e kampanjës elektorale të partive politike shqiptare në Maqedoni, tashmë kur kanë mbetur edhe kanë mbetur edhe 3 ditë deri në përfundimin e kampanjës zgjedhore. Atëherë mirë mbrëma Besnik. Përshëndetje për ty, Donatë, dhe për mysafirët e nderuar që po marrin pjesë në këtë emision. Atëherë, a mund të na thuani si ka ecur ju në vazhdimsi, keni përcjellur aktivitetet e partive politike, dihet se kanë pasur vazhdimsi, domethënë mos koordinim, edhe të paktën në ato informacione që kemi ne në disa komuna shqiptare të rrezikojnë të humbasin kreun e komunës pikërisht për shkak të mosmarrëveshjeve mes tyre. Mund të dim se si është situata aktualisht, kanë arritur të gjejnë ndonjë marrëveshje shqiptarët, përfaqësuesit e subjekteve politike në mënyrë që të arrijnë të përfaqësohen sa më mirë në këtë zgjedhje? Po fushata elektorale në Maqedoni tashmë ka hyrë në fazën përmbyllëse, partitë tashmë po zhvillojnë topimet përfundimtare në përqendrat kryesore të vendit. Krahas premtimeve për të ardhmen, edhe në këtë fushat është vënë re ngritje e toneve nacionaliste tek bloku i partive maqedonase, por edhe tek ato shqiptare. Deklaratat e këtij dimensioni kanë qenë më shumë të pranishme në Kërçov e Struk, ku thuajse gara po zhvillohet mes dy etniteteve shumis që jetojnë në këtë republikë. Më në fund një lajm i mirë vjen nga Struga, ku 2 kandidatës shqiptar u pajtuan se cili do të ketë më shumë vota në rrethin e parë, do të ketë mbështetjen e të dyve në rrethin e dytë zgjedhor. Përket Kërçovës, ndonsa atje kandidati shqiptar për kryetar komune mbështetet edhe nga partitë tjera shqiptare, mbetet të shihet se sa do t'i përgjigjet ftesës për të ardhur në zgjedhjet diaspora shqiptare, me të cilën shqiptarët janë shumis në Kërçov. Kjo fushat do të mbahet mes të shqiptarët në Maqedoni për qetësinë dhe mos regjistrimin e asnjë incidenti serios deri më tani, dhe kështu po pritet të jetë deri në fund, pra deri ditën e premte kur të hyjnë në fuqi heshtja parazgjedhore për zgjedhjet të cilat do zhvillohen të dielën në rreth 1.700.000 qytetarë me të drejtë vote, do të kemë mundësinë të zgjedhin 81 kryetarët e ardhshëm të komunave të vendit. Atëherë, Besnik, të falenderoj për këto informacione, shkyqim lidhjen me korrespondentin ton. Atëherë, zotri Ramadani, si vlerësoni kampanjën zgjedhore në përgjithësi të zhvilluar deri më tani në Maqedoni për zgjedhjet lokale të 24 marsit? Po, njërë duhet të thënë se fushata, respektivisht kampanja zgjedhore në Maqedoni për këto zgjedhje lokale filloi në një ambient mjaft të tensionuar për shkak të disa situata që u krijuan në bllokun Maqedonas,
midis opozitës dhe pozitës maqedonase. Miu me kalimin e kohës në fushatë filloi të tensionohet ambienti politik, pra sidomos kur është në pyetje Kërçova dhe Struga, me vetë faktin se kemi një retorik të kryeministrit, retorik të jetë nacionaliste, me porosi të cilat shkojnë përtej politikës, bile ashtu aje ka thënë vetë, ndërsa në kampin politik ose në blokun politik shqiptar mund themi se fushata është pak më qetë, korrekte, kuptohet se edhe pse opozita në këtë rast PD-SHA ndoshta pak në paraqitje është të themi më agresive, mirë po sido që tjetë është në suaza të një normales dhe mund të tolerohet dhe mund të konstatohet se është një fushat që i plotëson standardet të një fushate pra që mund të karakterizohet se është e mirë. Por kohën e fundit që është me keqja, fushata po merr për masa dhe tensionet të cilat kanë të bëjnë në raport Maqedonas shqiptar, respektivisht pretendimet e Maqedonasve, politikës Maqedonasve, sidomos kryeministri që të merren edhe komunat ku shqiptarët kanë gjasa, po dhe janë shumic. Në qoftë flasin numrat, atëhere të themi në Strug diku janë shqiptarët 62% në komunën e Strugës, në Kërçov rreth 56% dhe të tentohet që me çdo kusht të merren këto komuna me kryetar, pra të fiton kryetari Maqedonas, ajo është pra një pretendim jo real, bile edhe me tone të cilat i afrohen kualifikimeve kërcënuese. Nderit, atëherë zotri Zuberi, zotri Ramadani tha se kishte kjo fushat filloi me tensione ndërmjet subjekteve politike maqedonase, tash po përfundon me tensione, me akuza, me retorik nacionaliste nga ana Maqedonasve. Përmendje edhe zotri Ramadani kur ai vizitoi Strugën dhe Kërçovën, në dihet se çfarë retorike përdori kryeministri i Maqedonisë, nuk do të ekzistojë Shqipëri e madhe, Strugën Kërçovën do ta marrë. Ne simplisht thani ju këtë gjuhë të tij dhe rrezikun që këtu zgjedhje të marrin kohë jo të duhur. Retorika e përdorur në kampanjën parazgjedhore në rend parë nga ana e kryeministrit ka qenë atipike për një burgshteti. Mos harrojmë se ajo është kryeministër i gjithë qytetarëve dhe përfaqëson, do të thotë, pushtetin e gjithë qytetarëve dhe ka qenë e pa shembull një tendencë që ta mobilizon elektoratin Maqedonas mbi parametrat e një antishqiptarizmi, duke në ndarë qytetarëve të Maqedonisë në ne dhe ata, dhe kujt nuk i pëlqen të jeton këtë Maqedoni, ja ku e ka qafthana. Kjo në një farë mënyre ka shqetësu edhe opinionin ndërkombëtar, sepse të ndëgjohen do të thotë vokabulari këtill nga një politikan i opozitës mund të jetë edhe tolerueshme, por kur këtë bën kryeministri i një shteti, ajo është thellë brengos, sepse në esencë tregon sensin e mosdurshmërisë ndaj një pjesë të madhe të qytetarëve të shtetit të tij që nuk i përkasin etnitetit të tij. Dhe kur kjo pra ndodh, atëherë të gjithë qytetarët shqiptar dhe jo Maqedonas, që janë numër i konsiderueshëm, dikun 40% e qytetarëve ndjehen të rrezikuar. Në anën tjetër, patjetër duhet të themi se këtë komoditet ja ka mundësuar në një farë mënyrë vetë opozita maqedonase,
e cila për çudi edhe pse ishte në konflikt shumë serioz me partinë në pushtet dhe kryeministrin Gruevski, për shkak të incidenteve të ndodhura, për shkak të refuzimit të ndryshimeve të kodit zgjedhor dhe implementimit të rekomandimeve të OSBE-ODIHR-it, kur erdhë në pyetje kandidimi i kandidatëve të mundshëm për Strugën dhe për Kërçovën, ata u solidarizun, në të dy rival të imase të polarizun, gjetën gjutë përbashkën mbi interesat shqiptare. Bashkun listë. Dhe në anën tjetër nuk ndodhi e njëjta situatë të partitë politike shqiptare, të cilat jo vetëm që nxorën lista të veçanta për këshilltar nga 2 dhe 3, po madje edhe kandidat për kryetar komune në Strugë dolen me 2 kandidat. BDI dhe PDSH, ndërsa partitë politike maqedonase të gjitha kanë një kandidat dhe një listë për këshilltar. Kjo pa dyshim që mund të themi se është kundër frymës dhe karakterit demokratik të zgjedhjeve shumëpartiake, sepse zgjedhjet shumëpartiake pikërisht nënkuptojnë konkurrencën programeve të kandidatëve e kështu me radhë, subjekteve pjesëmarrëse në garë, por në këtë rast, me që bët fjalë për konkurrencë mes dy etnikumeve, ata u homogenizun mbi interesat e tyre dhe në një farë mënyrë i mbajtën leksion partive politike shqiptare se si duhet gjendet interesi mbi partijak kur janë në pyetje zgjedhjet lokale në një vende të këtilla të cilat janë me strukturë heterogjene etnike. Pikërisht kjo heterogjeni etnike, zotëri Ramadani, dihet se në Maqedoni ka edhe shqiptarët përbën një pjesë të konsiderueshme të qytetarëve të Maqedonisë, po ashtu ka edhe pjesëtarë të tjerë të nacionaliteteve të tjera. A konsideroni se në farë forme e Maqedonia përkatësisht klasa e saj politike, e kam fjalën për kryeministrin e Maqedonas, a konsideroni se në farë forme janë duke rreziku funksionimin multietnik, rrezikimin për këtë çështje? Përmendi zotëri Zuberi se ka pasur edhe reagime nga ndërkombëtarët, ajo është tërhequr vetja, konsideroni se duhet ndryshoj këtë gjendje? Po në një mënyrë ndërkombëtarët të tërhoqen në vërejtjen, edhe pse ata janë shumë të kujdesshëm, sidomos kur është koha e fushatës elektorale. Por këtu është pak interesant se pala maqedonase duke filluar prej kryeministrit shumë ngadalë ose fare nuk duhet pajtohen me realitetet e reja që ndodhin në Maqedoni. Për shembull, për ata është një katastrofë e madhe, si pas tyre, në qoftë se Kërçova do zgjedh kryetar shqiptar. Edhe pse është administruar pra 5-60 vite, çdo herë me kryetar Maqedonas. Dhe shqiptarët tani u është dhënë shansa, dhe atë një shansë reale për shkak të numrave që janë shumicë. Dhe çka është me rëndësi ajo që ju është u së pyetje edhe si konstatim. Si duket janë frustruar pala maqedonase, në krye kuptohet këtu udhëheqve më rodë pëmëneja me kryetarin e saj Gruevski, se nëse ndodh që edhe Kërçova të ketë kryetar komune shqiptar, atëherë po bëhet një kompaktësi dhe një lidhje institucionale nga Struga deri në Likovë ose Kumanov, dhe kjo lidhje institucionale atë kompaktësin territoriale të tjetuarit si vazhdimësit shqiptarve po e institucionalizon dhe duke i kap një paniku, duke menduar se nesër këta kryetar komune të komunave me një bashkëpunim ose me një asociacion të komunave mund të rrezikojnë dhe mund kërkesat e shqiptarve institucionalisht të rriten, të faktorizohen shqiptarët,
Kanë shprehur ndonjë pretendim shqiptarë për këtë vazhdimsi? Po pretendime shqiptarët nuk kanë, po vetë integrimet e bëjnë të vetën, sepse në qoftë se këto komuna me këtë kompaktësi territoriale të shqiptarëve do të bashkëpunojnë në nivele të ndryshme, bile këtë e lejon deri diku edhe ligji ekzistues për veçeverisje lokale, për shembull për megaprojekte ose projekte të ndryshme kulturore edhe. Atëherë është e vërtetë se ajo ndodh, por kjo nuk duhet të merret si rrezikim i qenjes maqedonase, sepse shqiptarët në këtë mënyrë bashkojnë potencialin, kapacitetin e tyre, qoftë intelektual, qoftë administrativ, edhe në qoftë se kjo bëhet dhe shqiptarët jetojnë për të integruar në bashkimin evropian, atëhere sipas meje, po të gjitha ata që duan të mendojnë pa komplekse, shëndosh, kufit midis komunave dhe kufit midis shteteve do t'jenë kufit të cilët duhet t'jenë parafërsisht të formal dhe shumë normale do t'jetë themi një komunë e Strugës të bashkëpunoj me një komunë të Shqipërisë ose të Kosovës për projekte të ndryshme, pra të cilat janë me fonde ose me përkraje europiane dhe komunat që do të bashkëpunojnë këtu në mes veti. Kjo frigon ekstremistët, nacionalistët, ndoshta një shumicë një numër të konsiderueshëm të maqedonasve dhe krejt këtu si duket fetishizohet çështja e Kërçovës, fetishizohet pra fitolja e një kandidati shqiptar. Megjithatë, zotëri Zuberi, përkundër frikës së subjekteve politike maqedonase, shqiptarët vazhdojnë të jenë të përqarë në Strugë dhe në Kërçovë. Në Strugë kemi 2 kandidatë shqiptarë për kryetar komune, në Kërçovë kemi një shqiptar, zotëri Ramadani përmendi që ka pasur vazhdimisht polarizimin e subjekteve politike maqedonase, mirë po janë treguar kompakt në relacion me shqiptarët. Kjo nuk ndodh të shqiptarët. Pse? Fatkeqësisht do të thotë subjektet politike shqiptare janë mjaft polarizuara dhe nuk kanë sesin e ngritjes mbi interesat e ngushta dhe të mobilizohen për një bashkëpunim afatgjatë me interesa nacionale. Zgjedhjet lokale janë një shembull tipik se si shqiptarët nuk gjejnë gjyt përbashkët edhe në rastet kur ju rrezikohet drejt për drejt statusi i tyre politik. Sepse, siç u tha edhe nga zotni Ramadani, shqiptarët realisht janë shumicë në këto komune. Maqedonasit pretendojnë të marrin diçka që realisht nuk ju takon. Por fakti që ata krijojnë kompaktësi i bën më të fortë në raport me subjektet shqiptare të cilat janë aq divergjente në politikë bërjen në Republikën e Maqedonisë. Në ndasit kryesore të partive politike shqiptare në këtë drejtim? Unë kam fjalën për shembull në Strugë, mes BDI-së për dëshirë. Unë jam thellë i bindur se ato ndasi janë të karakterit të interesave të ngushta. Konsiderojnë se mund të i kalohen? Dhe të cilat në fakt për qytetarin e rëndom shqiptar nuk janë imediate. Përkundrazi, do të nisëm prej vetvetes. Për mua nuk është shumë e rëndësi se a do të jetë kandidati PD-s kryetari i komunës së Strugës apo i BDI-s. Për mua do të jetë me rëndësi a do të jetë kandidat shqiptar, a do të jetë kryetar komunës shqiptar. Njëjtë është edhe për qytetin e Kërçovës. Ndryshe është situata në Tetov të zëmë. Po, aty është situatë tjetër. Në Çajir, në Gostivar. Dhe gara politike mes subjekteve politike shqiptare dhe luksi i konkurencës është i lejushëm, madje është i dobishëm. Performansën. Por në rastet kur rrezikohesh nga etniteti tjetër, në rastet kur kryeministri i një shteti apelon te i madh dhe i vogël, plak dhe i ri, që gjithë ditën e votimit të jenë një, atëherë shqiptarët i lejojnë luksin që ta rrezikojnë këtë favor të vetin, duke qenë shumicë që t'i humbin zgjedhjet. Po pas balotazhit çfarë mund të ndodhë Strugë? Do të ketë balotazh në Suri. Siç u dëgjua edhe nga korrespondenti juaj nga Struga,
Fatmirësisht në minutat e fundit është arrit një marrëveshje, sigurisht në trisnin e kësaj që po ndodh e këtij homogenizimi në kampin politik Maqedonas. Janë detyru që të ullën dy kandidatët dhe s'paku të ketë një marrëveshje gentlemane që në raundin e dytë ai që do të ketë një vot më tepër të mbështetet nga kandidati tjetër. Por mos harrojmë, kampanja zgjedhore, përplasjet që ndodhin para zgjedhjeve do të lënë pasoja, sepse një numër i madh i votuesve, simpatizantëve, militantëve të njëjtit blok dhe tjetrit do të futen hasmëri në kundërshtime. Këto doja dile, ka rrezik që pavarësisht apelit, pavarësisht apelit, një pjesë e militantëve do të hasmërohen deri në atë mas, saqë më mirë do të ngelin në shtëpi ditën e votimit të raundit të dytë sesa të dalin të votojnë. Te Maqedonasit është e kundërt, ata madje dy kundërshtarët më të mëdhenj bëjnë kampanjë përbashkët, sepse kanë kandidat përbashkët, kanë listë këshilltarëve të përbashkët, ndërsa shqiptarët do të përçohen që nga starti. Atëherë, zoti Ramadani, nga fundi kësaj bisede, shqiptarët pretendimet i kanë në 18 komuna dhe përfshi edhe Shkullin që është një njësime e veçantë administrative. Cilat janë pritjet e juaja për këto zgjedhje? Ma parasysh gjitha këto zhvillime dhe këto polaritete mes subjekteve politike shqiptare. Unë mendoj se shqiptarët do t'i fitojnë prap këto komuna. Pritet pra që këti numrit komunave të fituara nga shqiptarët t'i shtohet edhe Kërçova, edhe atëherë mendoj se do jetë një sukses i mirë, pra. Sa i përket votës të bashkuar, pra këtu në Kërçova është pak situata më delikate, sipas meje sa i përket zgjedhjes së kryetarit, për faktin se duhet të vinë mërgjimtarët, të cilat duhet të vinë edhe atë në numër shumë të madh, sipas disa të dhënave numra duhet të vinë mbi 4.000 mërgjimtar pra të vetëm për Kërçovën. Ky është një numër i madh, mirë po besoj se do t'i përgjigjen thirrjes dhe ndonjëherë një inat pozitiv mund të krijohet për shkak të klithjeve, thirrjeve të kryeministrit, ndoshta do të mobilizohet bloku shqiptar, sidomos diaspora është më e ndihshme. Edhe më pak e ndikuar nga këto politika ditore. Pra që të ndikoj në rezultat. Pritjet janë pra që me këto komuna më tutje pra të luajnë rolin e vetë, sepse çdo veprim institucional është më i dobishëm dhe i më i mirë për shqiptarët. Unë po e ilustroj vetëm një shembull. Ndonjëherë në një komunë në Maqedoni ose në Soazat të Shkupit, kryetari i komunës të ndërpret mësimin e gjuhën shqipe edhe për fillorist. Por me njëherë komuna tjetër shqiptare, si është komuna e Çajirit në Shkup, i përgjigjet me të njëjtën masë dhe i vetëdijson se nuk guxon të veproni ashtu, se dhe unë si kryetar komune ose si komunë kam instrumente me të cilët pra ta kthej në të njëjtën mënyrë. Dhe kur kjo ndodh institucionalisht është më e fortë, më e mirë, dhe shqiptarët kuptohet të organizuar kështu në për komuna, sepse nuk kemi këtu vetëm kryetarët e komunave, kemi këshillat, ku shqiptarët do ta luajnë listat e këshilltarëve, ku do ta luajnë rolin e vet. Por ajo që është më e rëndësishme, shumë lartë po mbahet politika në zgjedhjet komunale. Gjithnjëkët ose imponojnë funksionar të lartë, po fatmirësisht lideri BDI-s, pra Zotëri Ahmeti, në raport me Gruevskin në krejt këto, themi në këto paraqitje, është treguar pak më i mençur, edhe në qoftë se ja kthen në një mënyrë, pra jo në të njëjtin nivel dhe në njëjtin mas, po në një mënyrë pak më të
kapshme dhe më të pranueshme, edhe për elektoratin, por edhe për ndërkombëtarët që është po ashtu shumë me rëndësi, dhe ndoshta krejt kjo do të ndikoj pra që shqiptarët të jenë më të qetë ditën e zgjedhjeve, më pak të frustruar se sa pala maqedonase, dhe kur dalin më të qetë në zgjedhje, unë mendoj se për kuptohet të mobilizuar, do të jetë një dalje e cila do të mundsoj pra që edhe ato komuna ku është diskutabile për të fituar nga kandidatët shqiptar, pra të fitohen. Zotëri Ramadani, faleminderit. Zotëri Zuberi, sa i përket numërimit të vota, procesit të kontrollimit votimit, sa ka transparencë dhe sa ka mundësi që të manipulohen zgjedhjet, sidomos nga maqedonasit në kutit e votimeve? Në bazë të kodit zgjedhor në Republikën e Maqedonisë, do të thotë çdo parti politike pjesëmarrëse në procesin zgjedhor ka vëzhguesit e vet. Komisionet zgjedhore kanë përbërje mikste nga zyrtar të administratës shtetërore dhe antar të partive politike më relevante, pozit, që do të thotë BDI, PDSH dhe LSDM, VMRO-DPMN. Përveç kësaj, është një praktikë ka hershme në Maqedoni që një asociacion qytetar që quhet Most apo për këtyre ura, ka vëzhgues gati në 90% të vendvotimeve. Këtu përfshi edhe mbikëqyrësit ndërkombëtar me krye përfaqësuesin e OSBE-Dirhit, zotin Gert Arens, që është njohës shumë i mirë i rrethanave në Republikën e Maqedonisë. Dhe unë nuk besoj që do të mund të manipulohet lehtë me votet, dhe jonë, sidomos në raport shqiptar-Maqedonas, por mund të stërgjatët procesi zgjedhor duke i prish procesin e votimit në raundin e parë, dhe në këtë mënyrë diaspora shqiptare të kthehet në vendet ku vepron dhe punon aktualisht, dhe të shfrytëzohet raundi i dytë që në mungesë të tyre të fitohen komuna e Kërçovës dhe e Strugës. Në këtë drejtim do të thotë partitë politike shqiptare dhe në rend të parë Bashkimi Demokratik për Integrim si pjesëmarrës në pushtetin ekzekutiv duhet të jenë siçel dhe të mos lejohen kështu manipulime me procesin zgjedhor, sepse fitoria më e madhe e shqiptarëve, dhe me këtë duhet ta mbyll pa abuzuar kohën, do të jetë që s'pari zgjedhjet jenë të qeta, pa incidente dhe pa viktima, së dyti që rezultatet e zgjedhjeve të pranohen nga të dy palët në proces, pra të jenë zgjedhje të ndershme, korrekte dhe demokratike, dhe treta të fitohet Kërçova. Nëse barometër për fitoren e shqiptarëve në zgjedhjet lokale të kaluara ka qenë Tetova ose Gostivari, tash do të jetë Kërçova. Atëherë, të nderuar panelistë, unë ju falenderoj shumë që erdhët për të kontribuar në emisionin në Target. Tash kujtoj se lajmi i mirë që marrëm nga korrespondenti ynë Besnik Iseni, tha se lajmi i orës së fundit është që përpos Kërçovës që përmendi zotri Zuberi, edhe në Strugë është arritur një marrëveshje që pas ballotazhit njëri kandidat pavarësisht se cili fiton në raundin e parë për shqiptarëve do të jepet përkraje kandidati që merr më pak vota. Ne urojmë që edhe elektorati të gjykoj ashtu siç gjykojnë edhe kandidatët pretendentët për kryetar të Strugës. Me kaq ne përmbyllim pjesën e parë të emisionit Target për të vazhduar me pjesën e dytë ku kam të ftuar ministrin e arsimit Ram Vuja. Shkojmë me një blok marketingu për të kthyer sërish në studio. Mesin e viteve të 80-ta keni rënë në burg. Në vitin 85 kena pas një grup i studentëve në Republikën e Kroacisë. Femila Droci na organizoi një grup, një celul, prezre na arrestuan kërkesat tona për pavarësinë për Republikën e Kosovës, në atë kohë që ishte kërkesë edhe lëvizjes edhe gjithë asaj që ne ishim të kodru. Konferencë ka u vendos, cili ishte qëllimi i kësaj konference? Shqiptarët kanë drejt, mbrojnë obore dhe pragu në shtëpisë, të krijojnë strukturë të sigurimit dhe strukturë të organizimit për vetëmbrojtje. Atëherë vim deri te kontaktet e presidentit Rugova me Tuzhmanin,
Shumë është folë për brigadën e Gospiçit. Na shpjego arsyeja pse u shpërbon kjo brigadë. Ka s'keni frikë se paralelisht po krijohet një ministri e mbrojtjes. Asa është vetëm një nga viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Unë isha në shpe me burën, me qiken, me 2 vjerrit. Dhuna ndaj gruas nuk është dhunë veç dhunë fizike, po është dhunë psikike. Vjerën edhe vjerën e rëhen, edhe morën mu. Finland that first comes a white lie, then comes a big lie, and then comes the statistics. Ka fillu tani dhënimi, katastrofë çfarë dhënimi. Të ngrisësh dorën dhe ta dhunosh seksualisht një femër, në të veprosh kundër dëshirës së saj. Edhe ma shumë pas unë shpinë që sa me jatimi bërë kështu. Profesor Skënder gjatë gjithë kohës ka qenë njohësi më i mirë i dokumentave të perandorisë osmane. Por nëse unë doktoroj para se të ta më marrë shpirtin, atëre dëshiroj që në gurin e varit të shkruan këtu pushan trupi i doktor Skënder Rizës. Mahalla e Zadit. Këtu kom shku shkollën fillore, edhe në gjimnaz në përmet dhe kësaj rrugës. Pra kjo vesh është e mirë më përdor gjithë, së vesh tradit e jona, e mosme, si gjyshe e non e krejt i kanë përdor këto vesha, edhe na mos të harrojmë të e tjetër. Ta bëjmë qështu. Fatbarësisht kem shumë gra se disa punojnë punë veku, disa punojnë më maqinë kepse, disa punojnë me gjerpër. Shumë llojet punës dorëve kemi, por shka është kryesoja, edhe që është një treg që ka të shitje prej punës tyne është e veshit kombëtare dhe Të nderuar miq të emisionit Target, jemi sërish drejt për drejt, jemi rikthyer në studio tash me një intervistë me Ministrin e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, zotëri Ram Buja. Zotëri Buja, faleminderit që pranuat të flisni në RTK-s. Faleminderit ju për ftesë. Atëherë, pa humbur kohë, një çështje që ka qenë shumë e diskutuar dje edhe sot në media, ka qenë kronike gazetarës Valjeta Kosumi në televizionin e Kosovës, pastaj u sensibilizua gjithë opinioni, rrjetet sociale, çështja e rock muzikës. Çfarë opinioni keni ju për rock muzikën? Më dhe keq shumë që ajo me dhe shumë mirë që u zbuluaj gjë që pas ka qenë në tekstet tona, nërsa me dhe keq se ka pas një sisin tillë në një libër që do duhet ishte shumë serios dhe shpjegues për të gjë, sa i përket qëndrimit tim në rockut, unë mendoj që është një zhanër muzikor shumë simpatik që është prej revolt dhe atër kur ka të drejtë dhe gjithësi ka të drejtë, dhe natyrisht është një zhanër muzikor që përqedh dhe është simpatik për shumë kjo dhe të cilësot ashtu si që është cilësuar një tekst që unë besoj që autori duhet kërkoj falje dhe të tërheqat nga veta i shkrim që ka pasur aty, andaj unë besoj që është bërë mirë që është zbuluar dhe zbërthyer kjo, sepse në fakt rocku është një zhanër shumë simpatik muzikor. Çfarë do të ndodhë me këtë librin e edukatës qytetare të shkollës së klasës së dytë? Dakor, unë besoj që libri s'ka nevojë të rrihet, por të rrihet vetëm ajo pjesë ku është bërë një gabim i tillë që është gabim vërtet shumë i rëndë. Atëherë Bajram Shatri duhet të kërkoj falje? Po, unë besoj po, me sa unë dëgjova në mediat edhe në këto faqet sociale, ai vetë është i gatshëm të kërkoj falje për një gabim të tillë që është bërë. Atëherë, ministër, si vlerësoni, ka pasur një vargë kritikash po ashtu edhe për çështjen e doktoraturave nga njerëz edhe prej partisë suaj,
Si vlerësoni këtë çështje? Shikoni, kjo çështje është thënë dhe unë nuk kam mbetur veç në atë nivel sa është thënë dhe është përfolur. Unë me gjas kam thënë njëri nga mediat tona që unë kam shkuar edhe më të tjerë rreth kësaj çështje dhe bashkë me një program të digitalizimit të maturës që sot e nënshkruam një marrëveshje shumë të rëndësishme, por do ta themi më vonë, unë kam biseduar me Ministrinë e Arsimit të Austrisë që na mundësohet edhe instalimi i një programi antiplagiatur dhe pastaj të shihet kush si çka atje. Domthonë, sa përket doktoraturave që janë bërë më herët, ato mund të vlerësohen apo rivlerësohen nga komisione të caktuara, andaj unë jam për këtë çështje gjithsesi që aty ku ka dyshime gjithsesi të realizohet diçka që është edhe e kërkuar. Ju keni bërë 20 grante të doktoraturës për studentët kosovar në jetën pak sfarime. Po, janë 20 grante që janë nda për 20 studentë që studiojnë doktoratë në 500 universitetet më të mira të botës. Dhe kjo ka qenë diçka që janë ndihmuar studentë të drejtimeve të ndryshme, sektorëve të ndryshëm, të rrafshave të ndryshme profesionale që të bëjnë edhe doktoratën dhe postdoktoratën. Kështu që ajo ndihmës që është dhënë është një ndihmës shumë e madhe, sepse në fakt do ju ndihmojnë në realizimin e hulumtimit caktuar për cilin janë përcaktuar ata. Dhe kjo çështje besoj flet shumë se sa Ministria e Arsimit është e përcaktuar dhe është e disponuar mirë që njerëzve tanë që kanë gatishmëri dhe kanë sens për të hulumtuar që ndihmojë gjithsesi. Atëherë, ministër, kalojmë në pikë pas pike këtë çështja e objekteve, si është puna me objektet ka shkolla të cilat vuajnë nga objektet, nuk kanë objekte të realisht akoma s'kemi realizuar në tërësi synimin ton për të bërë objekte shkollore që të mos kemi më hallin e trendrimeve që ka në shkollat tona. Fatmirësisht ne kemi ofruar shumë, sepse në fakt ne kemi ndërtuar gjerë më thani afër 100 shkolla, saktë 92, kemi renovuar 9 prej tyre, kemi inventarizuar 242 shkolla me inventar të ri dhe kemi bërë lëvizje shumë pozitive në këtë drejtim. Por nuk kemi arritur synimin e fundëm që të realizojmë në gjithçka që kemi synim për të mos pasur më asesi trendrime në të mësimit. Kur e keni vendosur një datë fundit për shkak? Po, shikoj, unë besoj që në vitin 2013 do jetë edhe mundësia e pothuaj parafrimit për mbylljes së ndërtimit të 27 objekteve që i kemi në ndërtim, dhe kjo do e parafroj shumë. Tash ne në fakt e kemi ofruar një farmase për faktin që kemi vetëm 8 shkolla në Kosovë, nga afër 1500 sa kemi që punojnë në trendrime. Të tjerat janë në 2 dhe ka shkolla të shumta që punojnë në një ndrim dhe kanë hapësirë të mjaftueshme, edhe komode, po edhe gjithsesi joshse për të zhvilluar mësimin ashtu siç duhet zhvilluar. Ne kemi bërë në këtë drejtim infrastrukturore teknike punë shumë serioze në Kongulse, për shembull, ne kemi realizuar vitin e kaluar, kemi përmbytur punën edhe rreth Fakultetit të Edukimit, kemi bërë 2 konvikte të mira studentësh e tjera, por megjithatë ne do vazhdojmë në një nivel tjetër. Ne kemi projekte që të bëjmë tani më qerdhe në ato qendra komunale ku veç këto mungojnë seriozisht, sepse nevojat e njerëzve tanë të atyre familjarëve që punojnë, nënëve dhe baballarë, gjithsesi fëmijët e tyre do të dujti ndërgonin në qerdhe që kanë përkujdeset mjaftueshme dhe serioze për të çështje. Ministër, mua më intereson te sistemi i shkollat e mesme dhe fillore, si do të filloj viti i ri shkollor, viti i ri domethënë akademik, viti i ri shkollor i 2013-2014 në shtator. Do të vazhdojmë të ketë trindrime në këto pak shkolla që kanë? Jo, në këto 8 shkolla ne do i pakojmë, besoj në 3 shkolla nuk do të ketë trindrime, nuk ta meten 5 edhe për një periudhë të shkurtër, por në fakt kjo produktohet shumë, edhe në ato 5 shkolla që mund na mbetën për semestrin vijues, besoj që do të realizohen shkolla që do të përmbyllin ndërtimin e tyre, sepse siç e përmenda janë 27 në ndërtim dhe besoj këtë çështje do ta përmbyllim shumë shpejt. Atëherë, ministër, çka konsideroni se përmendët ndërtimin e shkolla, po sa është duke punuar në cilësinë në arsim, përmendëm se këtu ka pasur një në bazë të asaj që po thoni ju se ka qenë një gabim teknik si tha dhe ai autori i veprës, por sa është duke punuar në cilësinë e teksteve mësimore? Ne për çdo vit, siç e dini, japim tekste të falës dhe për çdo vit kemi komision të veçanta profesionale që i vlerësojnë tekstet, por nuk do të thonë që me 100% ja çellojnë. Është lëshuar një gabim siç e parapërmendëm këtë gjë, por në fakt cilësia në arsim çdo ditë po ngritet, pavarësisht që nuk kemi në atë nivelin ku dëshirojmë të arrijmë, sepse në fakt ne dëshirojmë që të arrijmë jo duke krahasuar me vendet e rajonit, por gjithsesi me vendet që kanë arsim të avancuar, duke arsim të avancuar në vendet e Evropës
perëndimore si thotë në Evropës se avancuan në aspektin arsimor dhe ekonomik dhe financiar, kështu që sepse në fakt po krahasu me rajonin nuk jemi keq, por ky krahasim ma nuk na shkon. Dhe çështja është që ne kemi marrë një hap shumë serioz që të transformojmë atë që duhet transformuar me fillim. Është çështja e një vendimi që kemi marrë duke punuar 1 vjet në bërjen e një vendimi për ta transformuar Fakultetin e Edukimit. Sepse siç e dini, një vit apo 2 më parë nuk janë akredituar 10 programe të Fakultetit të Edukimit dhe raporti i progresit na ka dhënë dushin e ftohtë. Dhe tash me këtë transformim që do bëhet në Fakultetin e Edukimit, e që janë pajtuar edhe rektorati, edhe dekani i fakultetit dhe pedagogët me këtë çështje dhe me këtë vendim, besoj që duke u transformuar Fakulteti i Edukimit do transformohet të Universiteti i Prishtinës dhe të tjerat përreth. Dhe kjo do të ndodhë, besoj, duke mos pasur duplifikim studimor, por duke shkuar që pjesa shkencore të realizohet në fakultetet shkencore, ndërsa pjesa e metodikës pedagogjisë të atyre që do të bën pedagog dhe mësimdhënës të kryhet në Fakultetin e Edukimit dhe pastaj tjetër realizuar gjithçka që kërkohet në aspektin pedagogjik dhe metodik. Megjithatë, zotëri ministër, për shembull, ka pasur raportime të mediave ku flitet kur flaset për cilësinë e mësimdhënies dhe mësimnxënies në Universitetin e Prishtinës, Hasan Prishtina, dihet se ka student të cilët paguajnë për temat e tyre të diplomës. Shikoj, unë kam thënë njërë nga mediat elektronike që kjo çështje nuk është çështje e Ministrisë së Arsimit. Ministria e Arsimit ka bërë një punë të saj duke çuar inspektorët për të hetuar këtë gjë se çka në fakt është. Nëse ato vërtet realizohen kështu siç është thënë, kjo u hesh, nuk e di pse u heshte, ka punë prokuroria me këtë çështje. Jo ma Ministria e Arsimit, por ka punë gjyqësori që thuhet për ta zbuluar këtë gjë. Por ne duhet nisim nga një fakt tjetër që çështja e cilësisë arsimore në Universitetin Publik të Prishtinës, në 2 universitete tjera që tani më i kemi publike, në 23 institucionet e arsimit të lartë private të tjera, ku është kjo cilësi dhe unë po ju them që kjo po avanson për çdo ditë. Por përsëri po e them që nuk jemi aty ku në fakt dëshirojmë për cent, kemi akoma rrugë për të bërë. Ne po bëjmë diçka që është e domosdoshme dhe e nevojshme për ta bërë ne për kohën. Për shembull, sot ne nënshkruam një marrëveshje, sot ishte një ditë e mrekullueshme për Ministrinë e Arsimit, ju them sinqerisht për faktin që nënshkruam 2 marrëveshje të mëdha. Sot për shembull nënshkruam marrëveshje me Universitetin e Shefilit, njëri nga 66 universitetet më të mira të botës, njëri nga 20 universitetet më të mira në Evropë, për dhënien e 55 bursave të 3 niveleve studimore në këtë universitet dhe do të jenë këto gjëra që përgatisim kuadrot tona për të na u kthyer që cilësia arsimore e mësimdhënies të rritet në gjitha këto institucione dhe këtë po e bëjmë për çdo ditë. Dhe jo vetëm këtu, por edhe në universitete të tjera. Për shembull kemi qenë të kaluar edhe në Oxford, edhe në Cambridge, që i kemi me elementet e parë të bashkëpunimit dhe të këmbimit të profesoratit andej fëndej, që duhet, dhe kjo do të na shërbej për mirë. Të Universitetit Vjenës, të Gracit, të Kremsit. Ne janë gjëra që po lëvizin, por megjithatë nuk po lëvizin me shpejtësi që ne dëshirojmë në fakt për të realizuar, sepse në fakt e dim, besoj, të gjithë se arsimi nuk mund të bëhet me shkop magjik shpejt. Duhet kohë për të realizuar. Sa është buxheti mjaftueshëm që ka Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë për të përmbushur objektivat? Në fakt buxhet duhet kemi akoma më shumë, ose shumë më shumë për të realizuar objektivat që i synojmë edhe aspektin cilësor dhe teknik dhe përgatitor, por aktualisht kemi 182 milion buxhet të tërësishëm, duke llogaritur edhe pagat që realizon Ministria e Arsimit, edhe në aspektin komunal, por në fakt ky është një buxhet që nuk i mjafton për të realizuar atë që ka për synim, ose siç mund të thuhet me konkretësi, planin strategjik të arsimit në Kosovë 2011-2016, që është tani më një plan shumë i detajuar dhe për cilin ne punojmë vazhdimisht për çdo vit për ta realizuar. Ministri dihet se përmendet edhe universitetet të tjera. Marr parasysh që ndoshta edhe buxheti nuk është i mjaftueshëm, dihet se buxheti i qeverisë ndoshta nuk mjafton për të mbuluar të gjitha këto. Mendoni se hapja e gjitha këtyre universiteteve mund të rrezikojë ekzistencën e tyre dhe mirë funksionimin e tyre? Faleminderit shumë për këtë pyetje që më bët. Unë kam shpjeguar edhe herë tjera, por këtu duhet ta shpjegoj për hir të opinionit qytetar dhe për hir të shikuesve tuaj, se në fakt nuk po bëjmë një mrekulli në aspektin e provokimit financiar që mund t'i bëjmë vetes dhe opinionit ose qeverisë, sepse në fakt këto vende ku ne tani më si qeveri kemi marrë vendim për ta për 3 universitete të reja publike, e keni informacion me siguri në Gjilan, në Gjakovë dhe në Mitrovic, nuk po bëjmë diçka në lëvizje që
të rrezikojmë edhe atë makroekonomizën financiare të Republikës Kosovës, por si konsideruar në aspektin cilësor, pse është konsideruar e nevojshme? Po, e nevojshme në aspektin cilësor për faktin që tani më ata pedagogë që kanë lëvizur nga Gjilani për të ardhur në Prishtinë, nga Gjakova për të ardhur në Prishtinë, nga Mitrovica për të ardhur në Prishtinë, e tjera, tash do të kenë serinë e tyre, punën e tyre, angazhimin e tyre në vendin e tyre që e kanë më të afërt. Dhe po kështu, do të jetë me ndikim edhe për studentë që janë të atyre rrethave që të mos kenë nevojë të udhëtojnë gjithë Prishtinën, dhe të përqendrohen në Prishtinë për të kenë universitetin më afër. Dhe kjo do të ndikojë gjithsesi në aspektin pozitiv. Ndërsa aspekti financiar që para është që Universiteti Gjilani, tazëm që do të filloj me 1 tetor punën e tij, nuk do të ketë ndonjë risi të veçantë, ndonjë deg të veçantë akredituar në mënyrë të veçantë. Përse po e them këtë? Për faktin që tani në Universitetin e Gjilanit do të jenë ato 3 deg që aktualisht kanë qenë njësi të Universitetit Prishtinës. Ne vetëm e ngritim në një institucion të avancuar, në nivel të organizimit më të avancuar, dhe pastaj mendojmë se për vitet në perspektivë, cila deg do të ishte më e mira për të akredituar që i shkon natyrës, punës, angazhimit, biznesit të asaj jone. Por shpejt nuk do të bëjmë. Kështu do ndodhë me Mitrovicën, kështu do ndodhë me Gjakovën, sepse kanë ato njësitë e veçanta që ishin nga Universiteti Publik i Prishtinës. Hasan Prishtina Prishtinë. Kështu që nuk po bëjmë risi me një herë dhe haprim të shpejt për të shënuar atë kornizë financiare ose mundësi financiare tonë, por po bëjmë haprim të kujdesshëm në mënyrë që të ofrojmë qytetarëve tanë, studentëve tanë, vajzave dhe djemve tanë më afër institucionin që e dëshirojmë për ta pasur për studim. A keni ndonjë afat kohor kur do të konsolidohet në tërësi këtë universitetit? Shiko, nuk mund të flasim me data të sakta sepse natyrisht gazetarët kapin për fjalë dhe unë jam i ndërgjegjshëm për këtë gjë, por me 1 tetor do fillojmë me Gjilanin. Jemi në perspektivën ndërtimore të objektit në Universitetin e Mitrovicës, ndërsa tek Gjakova do e mendojmë edhe mundësinë e një partneriteti publiko-privat, ligji na e lejon dhe këtë do ta shikojmë për mundësinë e ndërtimit të infrastrukturës së objekteve universitare dhe pastaj do të lëvizim këtë drejtim. Zotri Buja, përpas ndërtimit dhe përpas themelimit të universiteteve, normalisht që është pjesë e punës ministrisë që do drejtoni hulumtimi dhe sa është investuar në shkencë dhe në hulumtim dëndje? Në fakt në shkencë dhe në hulumtim në vitin që iku ishin 1.460.000 euro. Edhe me donatorët bashkë, jo vetëm ne, sepse në fakt ne kishim rreth 500.000 që i investuan, por me donatorët arrin në shifrën 1.460.000, por duke llogaritur edhe hulumtimet që janë bërë edhe në Universitetin Publik të Prishtinës edhe në universitetet të tjera. Kështu që kjo shifër nuk është e mjaftueshme. Ne kemi bërë një propozim në ligjin për shkencën tani më që të jetë një shifër e buxhetit të përgjithshëm në 0.7% që ta kemi të saktësuar dhe pastaj të llogarisim se çka mund të bëjmë me këtë shifër që na është e lejueshme, por në fakt ai ligj është në procedurë, akoma s'është aprovuar, do të shpresojmë që do bëhet. Sa jeni të kënaqur me punën që janë bërë në këtë drejtim, kuptimin e punëve, për shembull publikimeve shkencore, publikimeve, hulumtimeve, që të themi se jemi të kënaqur, pastaj mbasi do themi një të vërtetë. A ka ndonjë evaluim të punës? Absolutisht ka lëvizje, ta zëm për shembull veç Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe Teknologjisë ka botuar një 33 monografi të ndryshme që janë të përmasave të mirëfillta studimore dhe shkencore, dhe natyrisht që ka edhe lëvizje tjera të punimeve, të botimeve që ta shkencëtar bëjnë kërkesa në bazë konkursit që shpall Ministria e Arsimit. Kemi pasur një shqetësim për faktin që ai buxhet që ka qenë përcaktuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë nuk është harxuar tërësisht për faktin që nuk kemi pasur kërkesa për të hulumtime aso për botim të këtyre punimeve të tyre shkencore, por megjithatë, nëse pyetet se a ka shkencë Kosovë, unë them se ka shkencë Kosovë, ka mirëfilli studim Kosovë dhe ka hulumtim Kosovë. Mund të flasim shumë me respekt ta zëm për fakultetin e mjekësisë, për fakultetin e bujqësisë të caktuara, për filologjinë tonë, për edhe drejtimet e caktuara që bëhet shkencë ashtu siç bëhet në gjithë Evropën. Ju, minister, keni pasur një rritje prej 32% të buxhetit prej vitit 2008 në 2012. Po kemi pasur këtë rritje dhe këtë rritje kemi shfrytzuar mirë dhe racionalisht. Ka është orientuar kjo rritje klasisht? Realisht është edhe në kapitalet. Është shfrytzuar për atë ndërtim shkollash që para përmenda dhe natyrisht edhe në shtimin e pagave të arsimtarëve dhe mësuesve të niveleve të ndryshme, por edhe për pagat e pedagogëve dhe profesorëve universitarë. Ju dini që ta zëm për vitit 2007 këndej rroga e mësuesve tanë është rritur më shumë se 100%.
Edhe të nivele para universitare. Para të universitare të themi që është rritur 100% me një hap, si thuhet, me një haprim, dhe tani më mësues tanë dhe arsimtarët tanë dhe profesorët universitarë ndihen më të drejtshëm për të vepruar në punën e tyre, për të hulumtuar, për të bërë punën e pedagogët dhe të mësimdhënësit. Kështu që këtë drejtim është lëvizur seriozisht. Por për të mos haruar me thënë, sepse përmend cilësia dhe mbasa na iku për ta përmendur. Tashmë kemi investuar në cilësinë e arsimtarëve para universitar tek përgatitja e tyre për teknologjinë informative dhe tek ICDL-i. Kemi përgatitur jo më pak, por më shumë se 12.960 arsimtarë. Domthonë ata njerëz janë përgatitur për këtë fazën e kësaj marrëveshje që ne sot nënshkruajmë që është një marrëveshje historike për digitalizimin e maturës edhe teksteve të caktuara shkollore. Ata janë përgatitur tani me për të përdorur këtë teknologji. Na ka mbetur edhe një numër prej afërsisht 11.000 mësimdhënësve që do t'i fusim këtë procedurë dhe për ta marrë certifikatën, dhe diçka që është për ta përmendur seriozisht dhe është një hap prim shumë me sukses është çështja e AKM-s, shkurtëniet arsimi i avancuar ose kualifikimit të avancuar të mësimdhënësve, ata mësimdhënës që kanë qenë në arsim të lartë ose me shkollë të lartë, po i bëjmë të gjithë me fakultet ata që kanë kapacitetin dhe kanë gatishmërinë për të bërë. Njerëzit tani për shembull kanë kaluar këtë përgatitje 2 gjenerata. Gjenerata parë ka qenë prej 1.000 njerëzish dhe gjenerata e dytë prej 1.700, na kanë mbetur edhe 2.698, nëse nuk gaboj shifrën saktë, për t'i bërë tamam me fakultetet për të qenë përgatitur për gjithë sfidën që ka arsimi në Kosovë. Atëherë kthehemi edhe një herë çështës së Universitetit Prishtinës, janë hapur disa drejtime për doktorata në Universitetin e Prishtinës, ndërka që disa deg nuk ka mundur të akreditohen. Faleminderit shumë për pyetjen e kësaj natyre, sepse në fakt është një plagë llojit vet kjo që bëni si pyetje. Ato ngecjet. Vizitën e parë që kam bërë si ministër në detyrën që kam marrë, më një herë kam bërë vizitën në Universitetin e Prishtinës, sepse është një universitet që për mua është diçka e veçantë dhe mbase kam edhe emocion të veçantë sepse aty kam mbaruar gjitha nivelet e shkollimit tim dhe kam pas porosinë e parë për rektorin e atëhershëm që të rifillohet ose të riaktualizohet shkolla doktorale. Dhe për ta marrë premtimin se kjo do të ndodhë. E dija, dhe sot e di që kapacitetet nuk janë të 100% për të realizuar këtë shkollën doktorale në gjithë 16 drejtimet që ka Universiteti i Prishtinës. Por, atë kisha marrë premtime nga shumë universitetet të rajonit dhe më gjerë se nëse duhet mentor për të marrë për 100% shkencor drejtime ndryshme, do marrim edhe profesor nga universitetet ndryshme. Dhe këtë gjë u premtova atë. Dhe ju kërkova dekanët e caktuar që ta bëjnë kërkesën për akreditim programeve të caktuara për të vazhduar shkollën doktorale. Çfarë ndodhi? Në fakt, nuk qenë të gatshëm disa nga dekanët e drejtimeve të caktuara të Universitetit të Prishtinës të bëjnë një kërkesë të mirëfill të përmbushur me gjitha nevojat dhe ato të shkruara dhe të sqaruara për të akredituar një program i caktuar i doktoratës. Atëherë pse s'ka mirë diçka në këtë drejtim? Jemi në procedurë për të ndërmarrë gjithsesi, por disa prej dekanëve ikën në procedurën zgjedhore që ndodhen në Universitetin e Prishtinës dhe disa kanë mbetur. Dhe tash për shembull ekonomiku, juridiku, mjekësia në një drejtim, bujqësia në drejtim, hapën shkollën doktorale ose rihapën shkollën doktorale dhe gjithçka është në rregull. Kemi tash 103 doktorantë që janë në procedurë dhe unë ju dëshiroj shumë sukses. Programet tjera janë procedura akreditimi dhe disa programe ose disa kërkesa që kanë bërë disa drejtime janë për ta keq. Atëherë, në fytyrë të fundit do doja për kalueshmërinë për testën shtetëror të maturës, ministri. Faleminderit shumë. Unë para se të them se cili është rezultati i testit maturës nëpër vite, unë do ju them një gjë që sot për mua ishte një ditë e veçantë dhe mbase historike. Sot në shumë një marrëveshje në kuadër të kredisë 20 milionë të kredisë but 20 milionë që ka dhënë ministria qeveria austriake, 5 milionë në nda Ministrisë Arsimit dhe ky 5 milionë do jetë në digitalizimin e maturës që nuk e ka asnjë vend rajoni, do ta kemi ne për herë të parë dhe kjo gjë do të jetë realizuar për 36 muaj në aspektin edhe ideor dhe teknik dhe unë besoj që matura do jetë tërësisht e digitalizuar, testi i maturës dhe do të jetë realizueshëm me 100% saktësi dhe do të ketë mundësi tepër të vogla në mos fare të manipulimit, sepse nxënësi do të ketë mundësi pas pak sekondash pasi ta mbaroj përgjigjen që ka dhënë përmes kompjuterit, ta marr përgjigjen se cili është niveli i arritshmërisë së tij. Kështu që edhe çështja e realizimit me vite na ka lëvizur kjo. Domethënë ne kemi pasur përgjithshmëri që ka lëvizur. Është interesant për shkak se unë në bazë disa statistikave që kam nxjerrë këto, viti 2010 ka përqindje më të lartë. Po, tash
Kjo është puna se për shembull të paktën supozohet kështu, jo se kam diçka të konstatuar, por fitet që për shembull kriteri është më i lartë në Prishtinë, atje ka jashtë Prishtinës mund të bënë edhe më. I nderuar, donat kjo ka lëvizur me vitet, unë kam insistuar që asgjë mos improvizojmë dhe të mos aktorojmë sikur dim. I kam lutur gjitha instancat që organizojnë testin e maturës, nuk nisën nga Këshilli i Maturës që e kemi në ministri, që të bëjnë organizimin e tillë që të mos ketë mundësi manipulimi, ne që ta dimë vërtet ku jemi me njohurit tona apo që të nxënësve ta. Pa dashur t'i frim të gjëra. A ka ndodhur në gjë? Megjithatë, gjësa nuk e kemi këtë që thash, këtë digitalizim që do të ndodhë së shpejti, mundësitë janë më të mëdha për të manipuluar andej e këndej. Por megjithatë ky është ai nivel joni. Është i kënaqur me niveli jon 46.9% dhe 72.3% në dy afatet. Në asnjë mënyrë, nuk është i kënaqur, sepse në fakt i kënaqur do të ishte kur ai kalohet me 90%. Në fakt nuk është kështu. Dhe në fakt gjithmonë kemi pasur në 70 ose pak lëvizje mbi 70 në një rast caktuar, por jo në një lëvizje të madhe dhe cilësi që mund të flasë për të qenë entuziast. Por përpiqemi që gjithçka rreth këtij drejtimi ta bëjmë më të realizuar. Diçka që duhet ju them rreth maturës. Ne kemi tani një propozim të ri se si do ta bëjmë maturën shtetërore dhe besoj do të na lëviz kjo gjë edhe bashkëpunim me donatorët dhe ideatorët tonë, sepse testin e maturës po përpiqemi ta bëjmë jo pengesë për asnjë nga nxënësit dhe për asnjë nga drejtimet, sepse ndodh që shumë nxënës tanë me 2-3 vite mbetin pa diplomë, duke pasur vetëm një certifikat për shkollën e mbaruar. Unë kam një propozim që testin e maturës duke bërë më logjik dhe më përmbajtësor dhe më vlerësues ta bëjmë si test arritshmërie. Ata që realizojnë pikët maksimale kanë të drejtën dhe mundësinë për të regjistruar në fakultetet ku ata dëshirojnë. Me rënien e pikëve natyrisht në mundësitë për të regjistruar në drejtimet ku dëshirojnë do bie gjithsesi. Kështu që jemi në përpjekje si ministri që ta realizojmë këtë. Është ide e plasuar jo shumë motje dhe unë po shoh se çdo ditë më shumë po gjem për krah jo vetëm të ata që profesionalisht merren me këtë çështje, por edhe tek qytetarët dhe tek ata që kanë më përballë me testin e maturës. Minister, faleminderit për kohën tuaj. Faleminderit për disponimin tuaj për të bërë gjithë këto pyetje dhe për të sqaruar gjitha këto gjëra. Atëherë, të nderuar shikues, ishim edhe në këtë intervistë drejt për drejt me ministrin e arsimit zotëri Rambuja. Ju kujtoj se në pjesën e parë të emisionit kishim të ftuar dy panelistë nga Maqedonia për zgjedhjet e kësaj të dielit të 24 marsit, ndërkaq tani zhvilluam edhe bisedën me ministrin zotëri Rambuja. Ju të nderuar shikues mund të na shkruani në target@rtklive.com, me po ashtu në faqen tonë në Facebook, Target Viz RTK. Repriza e emisionit si zakonisht është të nesër në mesditë. Natën e mirë.